Seni Palishëm, mbajtja Seni Palishëm. Avokat, flasim pak se ju keni për ju të caktuar keni drejtuar njësi të pushtetit vendor dhe njihni mirë situatën. Çfarë ndodh me Erion Veliajn nëse ai nuk pranon shkarkimin? Para se të shkojmë aty. Duhet ta shikojmë në dy plane, në planin politik dhe më pas mund dalim edhe në planin juridik. Puna është që mund duket goxha interesante ky fakt që të paktën më në fund, pavarësisht në kësaj situate jo të këndshme që është zoti Veliaj, që kemi një person që të paktën nuk i bindet kryeministrit. Ky është aspekti politik, po thua? Politik, pra e kam po eci në plani politik. Pra, mirë apo keq, ai po themi të paktën ka vendosur që do të shkojë, po themi do të ndjek rrugën ligjore deri në fund. Që do të thotë që do të ankimojë, pra nëse do shkarkohet nga Këshilli i Ministrave, do të ankimojë në gjykatë kushtetuese, e cila në mënyrë automatike më pas kjo bën që të pezullohet fatikisht shkarkimi i tij. Dhe besoj që në kuptimin afat shkurtër, nuk është se do ketë një zgjidhje këngërç që ka Bashkia e Tiranës. Më pas në pjesën tjetër, unë mendoj dhe gjykoj që betejë e Erion Veliaj do jetë betejë gjatë. Pra, ndoshta më merr mendje, duke pas parasysh që tashmë janë përfunduar dhe hetimet, ndoshta edhe në zgjedhjet e ardhshme nuk besoj që të ketë përfunduar procesi. Kur them këtë përfunduar, e kam edhe në apel. Pra, duke qenë se do jetë me gjykim të zakonshëm, mënyra që ka zgjedhur për të mbrojtur, e gjithë elementet e tjera, besoj që do jetë një proces shumë i gjatë. Dhe Erion Veliaj një gjë e ka ndarë mendjen, që kërkon të shkojnë deri në fund të paktën asaj qasje që ka në kuptimin e pafajësisë. Është apo nuk është, kjo është histori tjetër. Problemi jo, një sekond se më ngacmoj pak Karanja, se ka një gjë. Në lidhje me masën e sigurisë ka një keq përdorim në Shqipëri. Madje ne tashmë po e kuptojmë, ose opinioni publik. Ne që jemi çdo ditë në aulën e gjykatës e dim shumë mirë. Pra kur janë njerëzit e thjesht, nuk është se bën lajm. Kur kemi të bëjmë me nivele të larta, po themi të politikës ose personazh të rëndësishëm, bën lajm. Është konceptuar, madje vazhdon të konceptohet masa e sigurisë si masë ndëshkimi. Madje edhe opinioni publik, po se futen në burg, nuk quhet. Pra, e duam atje, duam prapa ekurave, pa pasur ndoshta, nuk besoj, siç e tha dhe Karanja, shumë mirë mund të ishin ndjekur një masë sigurie më të butë. Pra që mund të kishte mundësi që të vazhdonte detyrën. Dhe po të kemi parasysh që kryetari i Bashkisë Tiranës normalisht është zgjedhur nga një numër të jashtëzakonshëm votuesish dhe ka është më specifike. Tek ne shikohet masa e sigurimit si një armë shumë e fortë që ka prokuroria, dakord që e ke, por nuk duhet kemi një keq përdorim të saj. Në rast të shkon në gjykatë kushtetuese Veliaj, çdo të thotë, nuk kemi më zgjedhje në Tiranë? Jo, derisa të shprehet gjykata kushtetuese, nëse realisht do ta pranojë apo ankimin, se edhe ka diçka tjetër, me të vërtetë është në pamundësi objektive. Por jo për fajt të tij. Po pikërisht, pra, kundërshon rasti Berisha me rastin Veliaj. Se edhe Berisha ishte ishte jashtë vullnetit të tij që nuk shkonte në parlament dhe atij u dha mundësia që të vazhdonte karrierën e deputetit. Ndërkohë Veliajs i thuhet që ti do ikësh sepse nuk shkon. Pse nuk është? Aq perfekt, por megjithatë në rastin e zotit Veliaj, se si do të jetë interpretimi i gjykatës kushtetuese, kjo është për të parë. Në kuptimin që nuk është se është me dashje, pra kjo mos paraqitet në punë. Dhe ligjvend si aso kohë, në momentin që ka bërë ligjin 132 në 2015, pa ashtu ka qenë fatikisht edhe në ligjin e mëparshëm 8652-3172 njësoj. Pra nuk është se ka ndryshuar gjë në lidhje me këtë dispozit. Po ligjvend si ka pas në mendje që po flasim në kuptimin e një mungese me dashje të një drejtuesi i cili është i zgjedhur për të qenë pikërisht në atë detyrë. Këtu jemi në pamundësi objektive. Ai kërkon madje që të jetë në krye të detyrës. Dhe jo vetëm aq, ai mishmashi që u bë më pas me këto emrimet në mëngjes, shkarkimet në darkë etj të zëvendësve. Edhe një herë drejt për drejt, gjykata mund mos të pranojë kërkesën e Veliajt, ankimimin? Jo, mund edhe ta pranojë, po them. Okej, po e pranon, atëherë nuk ka zgjedhje. Ndërkohë, kanë mbritur në studio dhe dy avokatë